Personat me aftësi të kufizuar nuk po arrin ende të marrin pagesat që u takojnë dhe ato të kujdestarisë, edhe pse sipas kryeministrit dhe Ministrisë së Financave fondet janë bërë efektive, në disa rrethe të vendit nuk po bëhet shpërndarja e këtyre pagesave. Në disa rrethe këto problematika vijnë edhe për shkak të mos administrimit në kohë të këtyre fondeve. Për personat me aftësi të kufizuar, këto vonesa në marrjen e pagesave prej 3 apo 4 muajsh përbëjnë një shqetësim të vërtetë, pasi shumë prej tyre sigurojnë jetesën me këto të ardhura. Sipas kreut të shoqatës së parë dhe tetraplegjikëve Ali Plaka, edhe Tirana po vuan vonesën e këtyre pagesave dhe sipas tij kjo situatë është më e theksuar në rrethe. Në shtetin nëpër fshatrat e nëpër rrethe kanë nga 4 muaj. Tirana ka fshatrat nuk i kanë marrë kanë 3 muaj, 2 muaj, 1 muaj, simas njësi bashkake, simas komunëve. Ka komuna që kanë nga 3 muaj, ka komuna që kanë nga 2 muaj, ka komuna që kanë nga 1 muaj. Se fondet të kanë data si mas komunëve ose njësi bashkake. Para dhe tetraplegjikët shprehen të shqetësuar lidhur me këto vonesa dhe kërkojnë që pagesat e prapambetura të aftësisë së kufizuar prej 10.000 lekësh të mund të merren brenda muajit janar.